E diela e sotme është e veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks. Ajo quhet e diela e të lidhurit të djathit. Nga nesër fillon periudha 40 ditore e Kreshmës së Madhe, e cila mbaron ditën e Pashkës, ku kremtohet ringjallja e Jezu Krishtit. E kreshmja në kishën ortodokse është dydimensionale. Nga njëra anë, të krishterët largohen nga përdorimi i mishit, i pulmetit, i në produkteve të tyre, ndërsa nga ana tjetër shtojnë lutjet e tyre drejt Perëndisë. Pjesa e ungjillit që lexohet në kishë, e shkëputur nga ungjilli sipas Mateut, jep udhëzimet e sakta se ku duhet të mbështeten besimtarët për të filluar këtë rrugëtim shpirtëror. Kreshma fillon duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të afërmit dhe për të gjithë njerëzit, duke patur gëzim në zemër dhe në shpirt, duke qenë të sinqert dhe jo hipokrit, thekson ungjilli, falja e Zotit. Kreshma e disiplinon besimtarin dhe e vendos në një ekuilibër midis trupit dhe mendjes dhe shpirtit. Gjatë 40 viteve të kreshmëve, të krishterët ftohet të largohen nga mëkatet që shkaktojnë qendja njerëzore dhe të afrohen më shumë me Perëndin dhe të afrohen me njëri tjetrit nëpërmjet lutjes dhe dhënies së lëmoshës, duke mbledhur në këtë mënyrë thesar në qiell. Mesazhi kryesor që përcillet këtë të diel në kishën ortodokse është udhëtimi shpirtëror që fillon me kreshmën, duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të gjithë njerëzit, duke pasur gëzim në zemër dhe në shpirt, dhe duke dhënë lëmosh për të gjithë ata që kanë nevojë.